Ish banorja e Big Brother VIP, Vesa Vllasaliu dhe futbollisti kombëtar së Kosovës Mirlin Daku prej muajsh janë në qendër të vëmendjes për historinë e tyre të dashurisë. Dyshja kanë zgjedhur ta jetojnë lidhjen e tyre në mënyrë shumë të rezervuar, larg syrit të mediave dhe zhurmës së rrjeteve sociale, duke ruajtur privatësinë në një nga hapat më të rëndësishëm të jetës së tyre. Çifti duket se po e shijon një periudhë të qetë dhe të lumtur, ku dashuria dhe mbështetja reciproke janë në qendër të jetës së tyre. Këtë e ka dëshmuar edhe vetë Vesa përmes një postimi në Instastory ku ajo ka shpërndar një video trend nga TikTok me mbishkrimin: "Më falni mami dhe babi, diploma ime u bë dekor, por u martova me një burrë që kujdeset shumë për mua." Me sa duket gjërat mes tyre tashmë kanë marrë një rrjet tjetër, duke u bërë meset e konsoliduara. Dyshja tashmë nuk fshihet më pasi vetë modelja ka publikuar në rrjetet e saj sociale foto dhe video nga familja e partnerit të ri. Madje në postimin e fundit Vesa i quan burri im Mirlindin, duke na zbuluar edhe planet që mund të kenë, që në nisje të lidhjes të dy u përfshin në disa probleme që përjetuan, por duket se shpejt e gjetën rrugën e paqes dhe dyshja sot ka nisur bashkëjetesën. Meqense lidhja me familjarët tashmë është zyrtarizuar, është e natyrshme të pyesim se kur do të shohim një foto të përbashkët të këtij çifti. Një moment i tillë do të ishte një hap i rëndësishëm për të dy, duke treguar se ata janë të gatshëm të ndajnë më shumë nga jeta e tyre me publikun. Vesa shfaqet gjithmonë e buzëqeshur dhe e lumtur pranë familjes së partnerit të saj, duke reflektuar një lidhje të fortë dhe të besueshme. Kjo është një dëshmi se ajo ka arritur të integrohet mirë në jetën e tyre, një aspekt i rëndësishëm për çdo marrëdhënie të suksesshme. Rreth 6 muaj më parë, shumë pak nga nisja e këtij raporti, çifti i dha fund lidhjes së tyre. Modelja fluturoi për në New York, ku edhe u vu re pranija e një mashkulli në postimet e saj në rrjetet sociale. Kaq mjaftoi që në rrjet të shkruhet se është pikërisht ky raporti i ri që e ka larguar Vesa nga Mirlindi. Vetë ish banorja Big Brother preferoi që mos të kishte asnjë prononcim në lidhje me këtë histori, duke preferuar që të shijonte gjithçka sa më larg zhurmës mediatike. Muaj më parë ishte vetë Vesa ajo që donte të zbulonte raportin me yllin e kombëtares shqiptare. Në mesin e disa postimeve nga stadiumi, ajo postoi edhe një video në të cilën e etiketoi futbollistin nga Kosova, Mirlin Daku. Postim ky që më pas u komentua nga përkrasit e blogeres lidhur me atë, nëse ishte thjesht mbështetje ndaj bashkëvendasit të saj apo një pëlqim ndaj tij. Nga ana tjetër, futbollisti kombëtar son ka preferuar që të mos prononcohet në lidhje me historinë private. Që pas daljes nga Big Brother Kosova, ku ajo mori pjesë vitin e shkuar, modelja ka bërë edhe disa deklarata të tjera për të fejuarin e saj, por prej disa kohësh ajo e ka mbyllur këtë histori, ku duket se është përqendruar tek romanca e saj e re. Tashmë lidhja me saj dhe Dakut është formalizuar, duke bërë këtë raport familjar.